Maja e Vajushës në Lepush të Malësisë së Madhe është një nga bukuritë natyrore të Kelmendit dhe një prej perlave të Alpeve shqiptare. Maja e Vajushës është kthyer në një atraksion për turistët vendas dhe të huaj që janë të apasionuar pas aktiviteteve sportive, malore dhe natyrës. Kreu i qeverisë përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë momente nga ngjitja e një grupi të apasionuarish që eksplorojnë këtë destinacion me ftesë për të zbuluar shtigjet magjike të Lepushës drejt Majës së Vajushës, një nga itinerarët më të bukura të parkut kombëtar të Alpeve. Shtegu drejt Majës është i shënuar dhe ofron mundësi për pushime të shkurtra, me burime uji dhe pamje mahnice gjatë gjithë rrugës. Për të arritur në Majën e Vajushës, vizitorët duhet të ecin për rreth 2 orë e gjysmë përmes maleve, duke kaluar përmes pyjeve të denduar dhe hapësirës së gjelbër, duke shijuar ajrin e pastër dhe burimet e shumta të ujit të thotë. Malet të larta me bllokun shkëmbor të Shenikut në bjeshkët e Nëmuna dhe malet përreth e bën Lepushën një kryevepër të bukurisë natyrore të Alpeve shqiptare. Shtimi i bujtinave dhe rruga tashmë e rregulluar e bëjnë të lehtë aksesin në këtë zonë për një eksperiencë të paharrueshme.